Në Universitetin Ismail Qemali të Vlorës është zhvilluar këtë të premte konferenca 18 e Parlamentit Evropian të Rinis. Josef Vogli në rolin e organizatorit thotë se duke krijuar një stimulim të Parlamentit Evropian, të rinjt për 4 ditë do të diskutojnë probleme të cilat hasen në vendet e Bashkimit Evropian. Sipas Voglit, rezoluta që do të punohet nga delegatët në Parlamentin Rinor do të shkojë në Parlamentin Evropian, i cili do të vlerësojë idetë dhe zgjidhjet dhe nëse gjetjet do të vlerësohen të sakta, do të nisë zbatimi në jetën reale. Eventi është një stimulim i Parlamentit Evropian aktual dhe gjatë këtyre 4 ditëve do të zhvillojmë debate në lidhje me problematika aktuale në Europë, që kanë të bëjnë me hyrjen e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, gjithashtu probleme të tjera sociale si papunësia në moshat e reja, edhe probleme të tjera që Europa aktualisht po përballet me. Mendojmë se do të ketë goxha energji siç u pa dhe sot në ceremoninë e hapjes. Gjithashtu një gjë tjetër është që rezolutat që do të punohen këto ditë nga delegatët që janë absolutisht nxënës të rinj, do të dërgohen në Parlamentin Evropian aktual, edhe të cilët do të shqyrtojnë rezolutat që ne kemi bërë, edhe në rast se gjen një nga zgjidhjet tona të sakta, do të implementojnë ato në jetën reale. Disa shembuj që mund të përmendesh, për shembull, tavat plastike që kanë ato shishet plastike që kanë ato tava që nuk mund t'i heqin, ajo ka qenë një ide që është bërë nga Parlamenti Evropian Rinor, që pastaj është implementuar në jetën reale. Melinda Zahaj, zëvendës rektore e Universitetit Ismail Qemali, në fjalën e saj theksoi rëndësinë e eventit që bëri bashkë të rinj nga vende të ndryshme të Europës. Ne jemi shumë të lumtur që mirpresim të rinjt e Parlamentit Evropian. Ky është një aktivitet që i është kërkuar Bashkisë së Vlorës dhe ajo ka vendosur që këtë aktivitet kaq të rëndësishëm rinor, ku mirë se sa në ambientet e universitetit mund ta zhvillonte. Të rinjt mlidhen këtu për të zhvilluar idetë e tyre, për të rahur idetë, mendimet dhe interesat e tyre, duke na nderuar dhe ne me pjesëmarrjen e tyre dhe jemi shumë të lumtur që të krijojmë komoditete të përkatësura. Studentët janë shumë të interesuar që të marrin pjesë, të diskutojnë, të shprehin idetë e tyre, të rahin mendimet e tyre dhe këto ide pastaj do të vazhdojnë, do të çohen në Parlamentin Evropian. E pranishme kryetaria e Bashkisë së Vlorës Brunilda Mersini ka përshëndetur takimin rinor, ndërsa i quajti të rinjt energjia që do t'i jap të ardhmes përgjigje. Energjia juaj, inteligjenca juaj do të japi të ardhmes përgjigje, edhe përpara jush bota ka shumë sfida, është ajo sfida që ne kemi me të rinjt, në mënyrë që të rinjt ta çojmë përpara këtë botë në mënyrën më të mirë të mundshme dhe t'i gjejnë zgjidhje vuajtjes, t'i gjejnë zgjidhje sëmundjeve, t'i gjejnë zgjidhje luftës së drogës edhe asaj errësirës që shpeshherë gjendet tek të rinjt. Keni forcën që çdo enigme të kësaj bote t'i gjeni zgjidhje, keni energjinë që të shpërndani pozitivitetin dhe të sillni në jetën edhe të prindërve, edhe të fëmijëve tuaj një të ardhme të ndritur. Uroj që këto sesione që ju bashkojnë nga shumë vende të botës të jenë sa më të shpeshta, keni lidera, keni energjinë që do na duhet edhe në këtë qytet. Kështu që unë shpresoj që kjo është hera e parë, po mos jetë e fundit të vini në këtë qytet, edhe shpresoj fort, po edhe uroj fort që hera tjetër në këtë qytet të jetë me më shumë të rinj. Ndërkohë një prej studenteve në vitin e dytë për media komunikim dhe trashëgimi kulturore në Universitetin e Vlorës ka zhvilluar me të rinjt e Parlamentit Evropian një intervistë të shkurtër për të marrë prej tyre impresionet e takimit të zhvilluar në Vlorë. Përshëndetje, unë jam Klava Angjeli, jam studente në vitin e dytë nga dega media komunikim dhe trashëgimi kulturore nga Fakulteti Shkencave Humane, Universiteti Ismail Qemali Vlorë. Atëherë doja t'ju pyesja që si ndjeni sot që jeni këtu dhe si ndjeni që jeni pjesë e këtij sesioni? Shpresoj si për mua si për gjithë ndjemi shumë mirë. Është hera e disat që vinë në vende të tilla, është hera e disat që bëhen pjesë e Parlamentit Evropian Rinor dhe që merrem me këto lloj aktivitetesh që punojmë të gjithë për mbarvajtjen dhe për zhvillimin e tyre dhe është për herë eksperiencë e bukur. Në takimin e Parlamentit Rinor Evropian zhvilluar në qytetin e Vlorës kanë marrë pjesë 130 të rinj nga Belgjika, Suedia, Gjermania, Kroacia, Polonia, Italia, por dhe vende të tjera të BE-s.